Hoxh, pse quhet Arafat? Arafati quhet Arafat, ka kuptim për fjalës arafe yu'arrifu mu'arrif. Arafe do me thonë u njofta, jemi njoftu dhe po njihemi. Ka thonje të dietarët, është përmend kjo edhe në për transmetime, por edhe të dietarët e historisë kështu me radhë, pra përmendet se në atë lugin të madhe, s'parjer është taku baba i njerëzimit, Hazreti Ademi me Hazreti Havën. Edhe takimi i Hazreti Ademit me Hazreti Havën, me nënën e njerëzimit, kjo e ka emrin njohje. Ato janë njohur dhe janë njoftuar në këtë vend. Në Arafat. Edhe për atë ka marrë emrin Arafe. Arafe do me thonë mu njoh. Jemi njohur edhe janë njoftuar. Në këtë rast, ta sqarojmë pak këtë çështje e njoftimit, se kemi shikuar se nuk e kanë haber për çka bëhet fjalë. Do me thonë Hava dhe Ademi kanë qëndruar në xhenet, i ka krijuar Allahu për në xhenet. Ademi më ka thonë, vazhdoj. Pasi Ademi a.s. ashtu Allahu ka dasën që ai ta ketë atë gabimin e asaj pejme edhe të dalë prej xhenetit në dunjë. Edhe kur Allahu dhul xhelal i nxjerr në dunjë, ato dietarët thonë janë takuar në këtë vend. Në dunjë. Ku janë takuar këtë vend? Në luginën e cila e ka marrë emrin Arafe ose Arafat. Fjala Arafe dhe Arafat, arabisht këta përkthesh, Arafe yu'arrifu mu'arrif, e njohi, po e njohim, jemi duke u njohur, janë njoftuar, jemi duke u njoftuar. Këtë rast, Ademi me Havën, Allahu dhul xhelal e ka bërë mundur, sipas transmetimeve të cilët janë përmendur në libra, në këtë vend e cila quhet Arafat dhe ka marrë emrin sepse këto di janë njoh dhe janë njoftuar dhe janë taku në këtë vend ku haxhilerët e kanë të patjetërsueshëm të shkojnë në Arafat. Interesant.